بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai Jalla Jalaluhu. Selamet i dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit Jalla Jalaluhu shpjegimin nga ajo që neve lam në javën e kaluar, e që filluam shpjegimet rreth gjërave të cilat e përmirësojnë zemrën e besimtarit, e që e shpjeguam në javën e kaluar që prej gjërave që e përmirësojnë zemrën e muslimanit është dorëzimi ndaj Zotit Jalla Jalaluhu plotësisht. E dyta ishte përdorimi i zemrës për atë që është kriju zemra dhe jo të përdoret zemra jonë për diçka që s'është kriju. Dhe e treta ishte punët e mira të përgjithshme e cila e bën që të ndriçon fytyra e besimtarit në këtë botë dhe shumë benefite tjera. Neve na kanë mbetur disa tjera të cilat duhet të shpjegojmë në mënyrë që shohim neve si besimtar a jemi pjesë e këtyre gjërave që mundohemi të na përmirësohet zemra, apo nuk bëjmë pjesë në këto që i kanë cekur dietarët islam, në mënyrë që zemra jonë të ngjallet dhe mos të jetë vdekur për së gjalli. Për gjërave që e përmirësojnë zemrën e muslimanit dhe e bën që ndihet e gjallë dhe të dinë se për çka është kriju, është dhikrullahi wa qira'atul Quran. Është përmendja e Allahut, dhikri dhe leximi i Kuranit famlart. Këto dyja bëjnë që zemra e muslimanit të ringjallet dhe të përmirësohet në qoftë se ka qenë e devijuar, në qoftë se ka qenë e shkujdesur ndaj urdhrave të Zotit dhe ndalesave të tij. Pra përmendja e Allahut me bë dhikr, me mësu besimtari veten e tij që sa herë që ka kohë dhe sa herë që është i lirë, gjuha e tij me qenë e lagur me përmendjen e Allahut të lartësuar, duke thënë subhanallah, duke thënë alhamdulillah, duke thënë Allahu akbar, duke thënë la ilaha illallah, duke bërë dhikre të ndryshme të cilat neve na i ka treguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, apo duke lexuar Kur'anin famlart, sepse Kur'ani famlart është fjala e Allahut azza wa jall dhe nuk afrohet robi tek Allahu më shumë me diçka se sa me fjalën e Zotit dhe me leximin e tij. Për këtë arsye, të dashur vëllezër, një prej ulemat të Islamit, Sulejman al-Khawas rahimahullah, thot: "Adh-dhikru lil-qalbi bi manzilati al-ghidha lil-jasad." Përmendja e Allahut për zemrën është në pozitën e ushqimit për trupin. Në pozitën e ushqimit për trupin. A mund me jetu njeriu pa ngrënë bokë dhe pa pi ujë? Nuk mundet me jetu. Pra trupi i njeriu të lyp ushqim, lyp ujë për me mbjetu, me mbet gjallë. Në këtë formë thot është zemra në raport me dhikrin, me përmendjen e Allahut dhe me leximin e Kuranit. E lyp atë në qoftë se dëshiron me mbet gjallë. Në qoftë se nuk dëshiron me mbet gjallë, zemra jonë atëre vdes për së gjalli, duke mos e përmend Allahun dhe duke mos e lexu librin e tij. Për këtë arsye, dhikri thot në raport me zemrën është sikurse ushqimi në raport me trupin tonë të cilën neve jetojmë. Fa kama la yajid al-jasad ladhat at-ta'am ma'a as-saqam, fakadhalika al-qalb la yajid halawat adh-dhikr ma hubbi ad-dunya. Thot ashtu siç nuk e gjen thot trupi ëmbëlsinë e ushqimit kur t'jeni smuar. Pra trupi kur t'jeni smut, sa dushti smuti çoj bananet e spitalit, sa si janë Allah. I çaj kur është mirë. Çani një sok, një diçka kur është mirë, se kur t'jen smut moshja sa dush sa i bade hava, nuk e ndjen atë kënaqësinë e ushqimit, se është i smuar. Ashtu thot që nuk e ndjen kënaqësinë dhe ëmbëlsinë e ushqimit njeriu i smut, kësaj thot nuk e ndjen zemra ëmbëlsinë e përmendjes së Allahut kur në të është dashuria për dynjë. S'mund të dyja të bashkë me konë. Nuk mundet.
Pra, dashuria e tepruar për dynjë edhe përmendja e Allahut shkojnë bashkë. Nuk mund me u bë bashkë në zemër. Nuk mundesh me arrit kënaqësinë e dhikrit, përmendjes së Allahut. E përmend Zotin, po vetëm me gjuhë. Nuk depërton në zemër. Me ndjek kënaqësinë kur thu la ilaha illallah. Subhanallah, pasër dhe katmeta është Allah. Elhamdulillah, falënderimi të kanë Allah. Allahu akbar, Allah është më i madh, kështu me radhë. Nuk e ndjen pra ku në zemrën tonë është dashuria e tepruar për këtë dynjë. Për këtë arsye dashur vëllezër. Ky dietar thot ilaçi, kurimi i zemrës është në 5 gjëra. Thot qira'atul Kur'ani bi tadabbur, leximi i Kur'anit me meditim, pastaj thot khala'ul batni, edhe mbetja e barkut thot më shumë se sa që duhet me qenë fatkeqësisht. E kjo, domethënë asnjë prej neve nuk mund këtu me mbietu, për arsye se ne ha më shumë se sa që kemi nevojë. Pastaj thot wa qiyamul layl, namazi i natës, të bën që zemra të jetë e gjallë, wa tadarru 'inda as-sahar, edhe njeriu me qenë modest, me qenë i përulur në kohë të syfyrit duke i bërë dua Zotit xhalla xhalaluhu, o me jalasatu salihin. Edhe e pesta që është e katërta më radhë për neve, është ulja me njerëz të devotshëm. Ulja me njerëz të devotshëm. E pesta pra më radhë, pas Kur'anit famlar dhe dhikrit, është ulja me njerëzit e devotshëm e përmirëson zemrën. Me ul me njerëzit e devotshëm, me njerëzit e mirë, në mezhliset e tyne, me i ndëgju ata ka flasin, dhe me i ndëgju pa, me shiku pamjen e tyre, me nejt me ta e përmirëson zemrën e muslimanit. Për arsye se ka prej njerëzve, ka prej dietarëve, ka prej xhallarëve, ka prej besimtarëve, që në moment që ti veç kur ta shikojsh, qetësohet zemra besimtare. Në moment kur ta ndëgjosh fjalën e tij, qetësohet zemra besimtare. Kthehet te Zoti xhallahu, ta përkujton Allahun e lartësuar. Këto mezhlise do duhet më ndjek muslimani nëse dëshiron që zemra e tij të jetë e përmirësuar. Për arsye se ashtu siç bën dobi kur nën dhe rrin me njerëz të devotshëm, dobi për zemrën e kundërta me të kundërtën. Ashtu ka dëm zemra e muslimanit kur rrin me njerëz të këqij. Në moment që ti shikon fytyrë, trishtohesh, sepse Zoti ashtu ja jep pamjen. Fjalët e tyne bën që ti të ndihesh keq në zemër, për arsye se ata nuk thrasin për mirë, nuk ndalojnë nga e keqja. Ndërsa besimtarët, njerëzit e mirë, dietarët urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Në moment që ti shikon, gjen prehje në mezhliset e tyre. Për këtë thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, një prej ulemave të mëdhtë të Islamit, i cili ka qenë nxënës i Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, thot kur jena friksu, kur kanë fillu mendimet e këqija me në ardhë në kokë, edhe na u kanë gushtu dynjaja, kena shku thot në mezhliset e hoxha i madh të Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, rahimahullah ta'ala. Momentet që jem ul me te, i kem dëgju fjalët e tij, e kem shiku pamjen e tij, na ka qetësuar sepse e kem pa në fytyrën e tij frikën ndaj Zotit xhalla xhalaluhu dhe madhnin që ja bën Allahu të lartësuar dhe jem qetësuar. Pra jem qetësuar me njerëz të mirë, duke i shiku njerëz të mirë. Për këtë arsye, thot Ibn al-Qayyim, al-wajhu mir'atu lil-qalb. Thot zemra, fytyra e njeriu, fytyra e njeriu thot është mir'atun lil-qalb, është pasqyre e zemrës. Fytyra e njeriu është pasqyrë që ka bën zemrën. Për këtë e ka thënë kur e kem pa dietarin e madh Sheikhul Islam Taymiyes, thot kim qetësu. Sepse fytyra e njeriu tregon pasqyrën që ka në zemrën e tij. Për ata të cilët kanë intuit të fortë, në moment që e shikojnë njeriu në fytyrë marrin vesh edhe brendësinë e tij me lejen e Zotit xhalla shanu. Për këtë thot Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiu i ndershëm khalifa i muslimanëve, thot ma asarra 'abdun bi sariratin illa raddaha Allahu ridaan mithlaha. In khayran fa khayrun wa in sharran fa sharrun. Thot Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, kur robi thot fsheh diçka në fshehtësinë e tij, në brendësinë e tij, fsheh në zemrën e tij, illa raddahu Allahu mithlaha, ridaan mithlaha. Vetë se ka për t'ia vesh Allahu petkën e saj jashtë. Kanë me pa njerëzit. In khajrun fe khajr, in khajran fe khajrun. Qofse është khajr, ka mu do këtë khajri ti. Qofse është shërr, ka mu pa shërri ti.
Për këtë, Abdullah ibn Mas'udi thot, asirru ma shi'tum, fshehni çka doni, thot. Çka doni fshehni, thot, prej syve të njerëzve. Fa wallahi ma asarra 'abdun wala amatun sariratan illa albasahu Allahu ridaaha. Thot fshehni çka doni, thot. Veç dini, thot, se pasha Zotin. Sa do që fshehni diçka nga sytë e njerëzve, Allahu ka për t'ja u vesh petkun e saj jashtë, kanë me pa njerëzit. Khajran fe khajr, në qëfëse është khajr, kanë me të livdu njerëzit për khajr. Në qëfëse është shërr, kanë me të nënçmu njerëzit për shërr. Hatta law anna ahadakum amila khajran min wara'i 70 hijaban, la adhharahu Allahu dhalika al-khajra hatta yakuna thana'uhu fi an-nasi khajra. Në qëfëse dikush për juve bën punë të khajrit edhe mas 70 perdeve, kur kush mës me e pa. 70 perdeve është formë alegorike që të regon që sa dush fshiho. Kur të bëjsh khajr, edhe është mirë me fshihë punën e mirë, thot Allahu Gjelle wa Ala ka me shfaq tek njerëzit dhe ka me fol mirë për ty për atë. Sepse në zamra, Allah Azogjel e vendos dashurin dhe njeriu dhe urrejtjen dhe njeriu. Pra edhe bas 70 perdeve dhe të me bo një punë të khajrit, Allahu Gjelle wa Ala ka me bo që njerëzit e tjerë ka me fol mirë për ty. Për atë vepër që e ke bo. Edhe pse nuk e din çfarë vepër e ke bo. Dhe kundërta me të kundërtën. Po qofse dikush për juve bën gjunahe mas 70 perdeve, shehu sa dush, Allahu Gjelle wa Ala na sheh neve. Sot Allahu Gjelle Gjelalu ka me bo që tek njerëzit jashtë ka me fol keq për ty. Për arsye se thamë më herët, fytyra e njeriut është pasqyre e zemrës së tij. Për këtë arsye dashur vëllezër, besimtari duhet ta përmirësoj zemrën e tij, të mbrëmshmen e tij, në mënyrë që Allahu Gjelle Gjelaluhu t'ja shfaq të mira pastaj dhe ta merr përsipër të jashtmen e tij. Pastaj dashur vëllezër, prej gjërave që e përmirësojnë zemrën e muslimanit e që neve na kritikojnë shpesh kur flasim për këtë temë, është al-iktharu min ru'yat al-muhtadarin. Me pas mundësi me shiku shpesh dhe me shku me marr pjesë shpesh tek ata njerëz të cilët janë duke dhënë shpirt. Wa dhikru al-maut wa ziyarat al-qubur, përmendja vdekjes dhe ziareti ose vizita tek varrezat. Këto e përmirësojnë zemrën e njeriut. E përmirësojnë zemrën e njeriut. Pra me marr pjesë të dikush që do dhënë shpirt. Ke pas guxojnë me imrana. Tutën, jo, Allah, s'ki që tutësh. Me shiku se si njeri këtë dynja, kur gjës merë me veti, bon që ti të këfjellësh, bon që ti ta kuptosh pse e arë në këtë dynja, qëllimin pse e arë në këtë botë. Kur e shet dikun duke adërzu shpirtin Allah Gjelle Gjelaluhu, jo mu friksu se shohet mu me të një këty në përdhom, asë në përshve, po me përkujtu vetën tane, se edhe unë edhe ti kena në atë gjendje. S'ka fjalë, s'ka dyshim që edhe unë edhe ti, edhe ai tjetëri kena marrë në këtë gjendje. Po si po vim në atë gjendje? A është Allah i kënaqur me neve? A është Allah i kënaqur me neve? E përmirëson zemrën e muslimanit. Ziareti tek varrezat, te ne është një bidat, një risi, ditë bajrami shkojnë të varret. Mo kur hiç, shtejnë bajram tjetër. Jo, më Allah, po bajrami është festë, nuk është për më shku të varrezat. Pse po shkon të varrezat ditë bajram? Mo mërzita? Te varrezat shkohet me ngjall zemrën. Me ngjall zemrën. Kur shkojsh ti shifsh te ata, që te i dje kanë qenë me neve zbashku, kanë hangër dhe kanë pi me neve, sot s'janë në mesin tonë. Edhe unë edhe ti keme qenë në mesin e tyre. Sepse edhe duaja të varrezat, Assalamu alaikum ya ahlal kuburi wa inna insha Allah bikum lahiqun, është duaja kur shkojsh te varrezat. Assalamu alaikum ya ahlal kubur, o banor të varrezave, insha Allah dhe na shumë shpejt kemë ju bashkangjit juve. Kjo është duaja kur ne e bëjmë kur shkojmë te varrezat. Kur njeriu e viziton varrin dhe i viziton varrezat, e përkujton veten e tij, e ngjall zemrën e tij, e cila është e vdekur. Dikush thotë, o xhmabe këto tema, kjo të kallëzon që son rregull zemra. Si ta përmendësh vdekjen ai trishtohet. Ik, në rrugë temën. E ku me dal? Te futbolli, po ani ti luaj futboll sa dush, edhe anë se kena me vdekje edhe te anë. Sa dush me në rrugë temën. Realiteti nuk ndryshohet.
Mos bëhemi si struci edhe ne. Struci ose makushi e kanë një shembull arab thonë kur e sheh rrezikun duke ardhur dhe fut kokën në dhë. Tu mendu që kur ta fuç kokën në dhë, ai rreziku largohet. Jo, rreziku është ardhi, desh futë kokën në dhë, desh xhira pi dhëut, ajo është ardh rreziku. Edhe ne, desh folëm neve për vizitën te varrezat, edhe për kujtimin e vdekjes. Dash nuk folëm, ajo është ardh. Kry puna ajo është diçka që realitet që nuk shuhet, realitet që nuk mund më fsheh. Për këtë arsye dashur vëllezër, ulema islami thonë, nëse dëshirojmë me ngjall zemrën, duhet me marr pjesë në ato vende ose s'pakta në ata familjarë që neve janë në prag të vdekjes, me marr pjesë në ato mesdise, me shikuar se ata janë duke e lënë dynjën dhe duke shkuar tek Zoti xhalla xhelaluhu, saqë Nuhu alayhis salam kur i ka ardhur vdekja, bitë vet kanë qenë prezent dhe e kanë pyetur, ka thonë o bab, ti ke jetuar gjatë, ka thonë 950 vjet, ke thirrën fe. Ke jetuar mbi 1000 vjet, ka thonë si të do kjo dynjë. Ka thonë si me hi prej këtë derë me dal para derë. Domthon si me hi me një derë, ka kalu që kjo është dynjaja me dal në derë dhe me shku në ahiret. Domthon ai ka jetuar mbi 1000 vite Nuhu alayhis salam. 950 vjet ka thirrën në fe njerëzit, fenë e Zotit xhalla xhelal. Domthon llogaritë atina kur ju ka dok sa me hyn këtë derë dhe me dal nga dera tjetër. Po neve që jemi ymet mes 60-ave dhe 70-ave. Ymet mes 60-ave dhe 70-ave. Kjo e bën që muslimanit të reflekton, ta përmirëson zemrën e tij, mos ta lëshojnë livad zemrën edhe mos më di çka është të bëhet. E përmirëson zemrën për kujtimi i atyre që janë duke vdekur ose për kujtimi i vdekjes dhe ziareti i varrezave të cilën neve nuk fatkeqësisht nuk i vizitojmë vetë se për Bajrame që është dallash komplet. Dallash dhe është komplet gabim vizita e varrezave në ditë feste, por do të shkojmë ditëve tjera kur e shohim që zemra jonë është forcu, po anon ka gjunohet, po anon ka gjëra të këqija, që atëherë është sunet me shku mi vizitu varrezën. Kur ne janon ka veprat e liga, edhe i lajmë veprat e mira, që atëherë do të me shku dhe mi vizitu me edhe me na tregu neve që hej, mos devijo se që tu kemi ardhur edhe unë edhe ti. Për këtë arsye të dashur vëllezër besimtar, Safwan ibn Sulejmi rahimahullah, një prej ulemave të mëdhenj të Islamit, një prej asketëve, ka shku shpesh te varrezat el Baqia në Medinë edhe ka çajt shumë. I kanë treguar Muhammed ibn al-Munkadir rahimahullah për dietarët më të Islamit thonë, ky njeri ka thonë po mërzit shumë për ndaj familjar se shpesh po shkon te varrezat el Baqia në Medinë dhe po çon. Ka thonë jo, nuk e ka thonë as te familjar. Po njeriu po don me zbut zemrën e tij nga forcimi, sepse zemra forcohet, bëhet guri, bëhet më e fortë se sa guri. Sepse ka prej gurve që rrotullohen prej kodrës të poshtë nga frika ndaj Zotit. Guri po është më e butë se zemra. Ka prej gurve thot Allahu xhalla wa ala, që burojnë lumej prej tyre nga frika ndaj Zotit xhalla. Rrjedh uji prej tij nga frika nga Zoti që ka guri. E zemra jonë ka mundësi me u bë më e fortë se sa guri. Për me e zbut këtë zemrë, du të me i vizitu varrezat. Du të me e përkujtu vdekjen. Sepse thojnë ulemaja Islamit, në këtë formë e runë njeriu zemrën e tij. Këtë formë njeriu e runë zemrën e tij. Thot Ebu Hafsa Naysaburi rahimahullah ta'ala, harastu qalbi 20 sene. E kam rujt zemrën tim me 20 vjet. 20 vjet thot, jo mundu me rujt zemrën nga gjëra të këqija. Pastaj thot, thumme haraseni qalbi 20 sene. Pastaj zemra ime më ka rujt trupin tim për 20 vjet tjera. Edhe pas 20 vjetëve tjera, thot e kem rujt njëri tjetrin. Do të me rujt njeriu zemrën nga rreziqet të cilat e kanosin zemrën e tij. Në anën shpirtërore, jo në anën mjekësore, si jem të volna, mos ta kupton dikush që du të me rujt zemrën me amër të shëbaba, mos me amër i nyr. Jo, me rujt zemrën nga ana shpirtërore, mos më prish. Mos me shiku aty ku nuk duhet me shiku. Mos me prek aty ku nuk duhet me prek. Mos me ndëgju aty ku nuk duhet me dëgju. Kur anon kalajthitja më u kthy ka rruga e drejtë, sepse këtë formë neve na kanë treguar të parët tonë që e kanë ndrujt zemrën e tyre. Kanë luftu me veten e tyre për 20 vjet, në mënyrë që ta rregullojnë zemrën e tyre. Pastaj
prej gjërave që e përmirësojnë zemrën tonë është përpjekja maksimale në veprat mira dhe në rujtje nga rreziqet. Mu përpjek robi. Me bë mujahadatun nafs, jihadul nafs, me luftu me veten njeriu. Para se me luftu me armikun, ne duhet me luftu me veten. Si me luftu me veten? Duhet me enal vete kur duhet me enal. Mos më unë vrikos kur ti ke mundësi më në vrikos. Mos më marr vendime të gabim kur ti ke mundësi me marr vendime gabim. Sepse kjo e lëndon zemrën, e prish zemrën, e ngurtson. Me përmend Allahun në ato momente, me marr abdes kur jeni vrikosur, me ngrit në kam, me hec, me bë veprime të cilat e ruajnë gjendjen e zemrës tonë të shëndosh. Për arsye se në qoftë se zemra shëndoshet i tërë trupi jo. Në qoftë se zemra prishet i tërë trupi jo. Sepse zemra është motori i trupit, zemra është komandanti i trupit dhe gjymtyrët e pasojnë vendimet e zemrës. Qoftë se zemra merr vendime të mira, gjymtyrët marrin vendime të mira. Qoftë se zemra merr vendime të gabume, gjymtyrët vetëm janë ushtarët e tij, kur gjë më shumë. Për këtë arsye, për me marrë vendim të mirë, më u falë, do të spari me zemrë. Pastaj marr abdes, pastaj me anë xhami, pastaj me falë namaz. Gjitha këto janë në raport i zemrës me gjymtyrën. Për këtë arsye, dashur vëllezër, kem filluar shpjegimin e këtij libri që është madhështor e që shumë pak shpjegohet në xhamia tona, fatkeqësisht veprat e zemrës, më shumë kalojmë në aspektin e jashtëm të fesë së Zotit, duke mos u fokusuar shumë në aspektin e brendshëm, i cili është motori kryesor i fesë së Zotit, sepse imani nuk vlen kur namazi falet pa niyet dhe pa besim. Ka mundësi që edhe munafiku me fal namaz, pa ajo është pa besimtar në zemrën e tij. Kjo nuk vlen te Zoti. Nuk vlen pra besimi pa i'tiqad në zemër, pa bindje në zemër të thellë, pastaj shqiptim me gjuhë, pastaj veprat janë të fundit. Andaj neve do mundohemi që edhe në dersin e radhës t'i shpjegojmë mufsidat al-qalb, ose gjërat të cilat e prishin zemrën, pastaj për të kaluar te veprat e zemrës që janë një nga një që me lejen e Zotit do mundohemi që ta përmirësojmë veten tonë, pastaj edhe gjithë ata të cilët na dëgjojnë dhe na shikojnë, duke lutur Allahun që të na falë neve dhe ju, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.